Data 3 gusht 2026, jemi në orët e drekës. Desha të rinovoj thirrjen për datën 5 shtator në Tiranë, tek stacioni i trenit, ku ju bëj thirrje të gjithë njerëzve që të bëjmë një ditë proteste, një ditë debati, që të zgjojmë shqiptarët kundër diskriminimit, kundër racizmit ndaj muslimanëve, ku dihet që muslimanët janë 80% e shqiptarëve dhe pjesa tjetër është ortodokse apo bektashiane pak, bektashiane dhe shumë pak katolike. Çfarë do bëjmë atë ditë atje? Nuk ka pse të kemi as turp dhe frikë, po jo, natyrisht, me fotografitë e Haxhi Qamilit dhe me parollat e asaj kohe. Duam babën. Është në një formë ndofta provokative, ndofta duhet thënë ashtu siç ka qenë, pra, sepse kur u shtypën rezistenca e shqiptarëve, ata në atë kohë, sipas këtyre tani, ndofta e bëjnë qesharake qëllimisht, por kanë thënë duam perandorinë otomane, pra kërkonin ndihmën e perandorisë otomane që ajo t'i ndihmonte, që të mos vriteshin prej austriakëve, prej hungarezëve, prej perëndimorëve, pra siç u vranë. Pra ajo rezistencë në fillim u fitua, larguan Princ Vidin nga Shqipëria në 3 shtator 1914, pra ne mbledhemi në 5 shtator, se në 5 shtator i kaloi qeverisja këtij komisionit kontrollit, pra u konkludua largimi i këtij princit kriminal që bashkë me generalin Thompson vriste shqiptarët dhe njerëzit u rebeluan nga kjo shtypje mizore që banin. Edhe s'ka pse të kemi turp, ata thoshin nëse ata kanë thënë duam babën, do themi edhe ne sot duam babën. Nuk ka si gjë të keqe, duam babën sepse duam të respektojmë atë rezistencë që ata e kanë bërë me çiltërsi, me njerëzillëk, e kanë bjerë, pa kanë qenë gjyshrit tanë ata që kanë bërë këtë gjë, ne duam t'i respektojmë ata, nëse ata kanë thënë duam babën, atëherë ne për respekt do e themi pas 5 shtator me parulla duam babën. Nuk turprohemi që themi duam babën, nëse gjyshrit tanë e kanë parë të arsyeshme në atë kohë që thoshin duam babën për të shpëtuar Shqipërinë dhe për të shpëtuar jetët e njerëzve. Ne duhet të krenohemi nga ajo lëvizje, ta ngrenim lart dhe të jemi ne, sepse jemi 80%, unë nuk jam musliman praktikant, sigurisht, por e bëj për gjyshin tim Gerald Kosturi, që dhe ai ka luftuar në luftën e Shkodrës kundër marazezëve, në atë kohë ka qenë ushtar. Pra meqense gjyshi im thoshte duam babën dhe unë që jam nip i tij, do them duam babën, nuk është problem. Dhe me fotografitë e Haxhi Qamilit. Dhe të na quajnë si të na quajnë, se kështu i kanë quajtur dhe atëherë, i kanë quajtur të pacivilizuar dhe i vranë. Dhe të na quajnë dhe neve që jemi pacivilizuar, nuk ka problem. Por ne duam ta ruajmë nderin e gjyshrëve tanë, atë traditë të tyre, ata njerëz ishin shumë të urtë, shumë tolerantë dhe për këtë dhe i vranë. I vranë sepse ishin njerëz të mirë dhe i përçmojnë duke i quajtur pa civilizuar, duke i quajtur rreckaman, kujdun, me të huajt natyrisht që janë ata që i masakruan, por që u ndihmuan edhe nga banda e intelektualëve të asaj kohe, banda e rilindësve. Pra kjo bandë intelektualës që ishin me kokra 5 veta e kujtën e tjerë, që zvendësuan bashkë me ca rregulla burokratike, zvendësuan kulturën e një populli në atë kohë. Pra asgjësuan kulturën që ishte dhe zvendësuan me 5 libra, me 5 poezi. Pra kjo ka qenë krimi më i madh që është bërë shqiptarëve në atë kohë dhe ne duhet ta kujtojmë dhe që të kërkojmë drejtësi për të sotme. Pra të ndalim pa diskriminimin që u bëhet muslimanëve nga i pakicë, që është një 2% katolike, e cila nxit muslimanët e tjerë për t'i bërë gjoja të shqiptarisë, për të diskriminuar një kulturë që ka një popull, që ka patur populli dhe e ruan akoma atë kulturë me mundime natyrisht.
nuk ka që feja e tjetrit është më e keqe se sa feja jote. Secili është i lirë të përqafoj atë besim që ai do, ta ndryshoj besim, ta konvertohet, ta ndryshoj nëse do. Secili ka liri të mendoj, të meditoj, të arsyetoj, të japi të kontributin e tij siç e ndjen ai për të mirën e gjithëve. Pra. Unë them që vetëm shqiptar musliman do ta shpëtojnë Shqipërinë nga ky moment i vështirë që është. Shqiptarët musliman mbajnë vend. Unë kam besim që në 5 shtator shqiptarët do shpërthejnë pikërisht shqiptarët musliman siç kanë shpërthyer në 1914-1915, sepse situata është e ngjashme. Mos keni as frikë edhe as turp. Me fotografitë Haxhi Xhamilit duam babën. Kjo është parulla ime, le të na shajnë, le të na bëjnë çfarë duan. Duam babën, sepse kështu ka thënë gjyshi im, kështu do them edhe unë. Ju uroj kalofshi mirë, një ditë të mbarë, mirupafshim.